Hoxh, ai marakli I ëmbëlsirave ose baklavës në Bajramin na kena pak si me baklavë më veçu. Për cilë njeri nuk I hanë ëmbëlsinat. Vetëm që është smut, që ka bërë Zoti haram. Për pas në që është smut, e ka bërë Zoti haram, në një figurative, që ja ka që smunjen e sheqerit, diabetit. Që sanë ëmbëlsiras probleme. Për ndryshe, njeri është I krijuar kështu. Njeri është I krijuar që ëmbëlsirat e ngreh. Ja kana më shumë se sa në ushqimet e kryposura, shumica absolute njerëzve, jo të gjithë. E sigurisht se dhe ne I dojmë ëmbëlsinat. Andi I duam shumë, por rezervohemi me hangër. Mundohemi me marrë me kofi për ndryshe, I duam shumë, nuk diskutohet. Tash ka që Zoti bëll, ne kemi sa të dush, për ndryshe për para, ne kemi zanë pak, atë kohë pak e kemi zanë, por me ndëgju kemi ndëgju shumë. Se shqiptarët e tonë, në pjesë e madhe, jo të gjithë, baklav kanë humur Bajram. Apo, kështu ka qenë? Po, Bajram. Andaj, janë gëzuar shumë njerëz me ardhjen e Bajramit për me shiju ëmbëlsinat. Sikur se fëmijët janë gëzu me ardhjen e festës së Bajramit, sepse aty në shpërndahen lojna, ëmbëlsina, ndoshta ka pak parë jap dikush. Janë gëzuë nuset për ardhjen e Bajramit, sepse kanë shpresu, edhe ashtu kanë ndodhur shumicën e rasteve, që janë për tri. I kanë për tri o fjallë, kanë ble tesha treja nuseve, ka qenë traditë shqiptarëve, që nuset me I vesh, me I për tri, kështu kanë qujtë, e kanë emërtu për Bajram. Pra, Bajram për tri, jo gjithë herë. Sa s'po dihet kur Bajram. Po, këtë për të gjithë kjo, edhe të fëmijët, pra janë gëzu kur vjen Bajrami, sepse në epin lodra, në blen dikosh, në epin ëmbëlsina, do bëmbanën kanë për para, do ku ta diun. Me tesh të ri. Edhe teshat të reja dikush baki në blen, në për të rin, dhe I të teshat. Kështu që kjo gëzim I ka përfshirë të gjitha shtresat, mbi të gjitha si festë që I Madhi Zot na ka dhuruar neve muslimanëve, e tani vlerën e festës, kuptimin e ngushtë fetar, e dinë xhollarët, e dinë ata që janë të praktikues të fesë, një shtëpi e konë të rritun, por nuk e dinë fëmija. Por ashtu se si Madhi Zot mërësitë e tina ka lënë shumë elemente që I mveshen, bashkohen me këtë festë, ku secila ka ndikimin e vet tek shtresat caktuara e njerëzve, edhe mblidhen, ngjizen, bashkohen të gjitha interesat e shtresave të ndryshme dhe bëhen bashkë dhe njerëzit e veçojnë Bajramin edhe kënaqen krejt për Bajram. Kështu që ëmbëlsina sigurisht se edhe ëmbëlsina pjesë. Po, nëse Allah Zoti pa ta. Amen. A janë të marakli ëmbëlsirave? Po shumë mirë për mbyllje hoxha që të gjithë duam si shumicë, po që duhet pak me urujt me pos kujdes se nuk I kemi moshën është ta për me hongër bash, po me pos pa kujdes.